Një ngjarje e rëndë kriminale ndodhi mbrëmjen e kësaj të njëjte në fshatin Plan të Lezhës, ku është ekzekutuar me armë zjarri 64 vjeçari Gjovalin Prendi, banues në këtë zonë. Krimi u regjistrua rreth orës 20 brenda lokalit në pronësi të viktimës në anë të rrugës nacionale Lezhë-Milot, në afërsi të urës së matit. Ndaj 64 vjeçarit të qellua me breshëri plumbash, të cilët i shkaktuan vdekjen e menjëhershme, ndërsa fatmirësisht nga të shtënat nuk pati persona të tjerë të lënduar. Gjovalin Prendi rezulton të jetë babai i Roan Brahimit, të vrarë në muajin maj të vitit 2024 në një atentat mafios në Athinë, ngjarje e cila vijon të jetë e pasbardhur. Nga veprimet paraprake hetimore bëhet me dije se autorët janë larguar nga vendi i krimit me një mjet tip Porsche, ndërsa policia nuk ka arritur të bie ende në gjurmët e tyre. Menjëherë pas sinjalizimit, forcat shumëta të policisë së Lezhës, të mbështetura edhe nga forcat kombëtare të sigurisë dhe njësisë Shkodër, kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe kanë rrethuar zonën dhe po ushtrohen kontrolle. Ndërkohë është ngritur një grup i posaçëm hetimor që në drejtimin e prokurorisë ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje të rëndë. Pista kryesore që po hetohet lidhet me hakmarrjen, pasi djali i viktimës, Roan Brahimi, apo i njohur edhe me emrin si Dorel Prendi, dyshohet të ketë qenë i përfshirë në ngjarje kriminale.